arsye se nuk ka nisë një ndërtim nga e para, është sepse është aset në ndërrojtje të trashëgimisë. Kështu do të më rujt trashëgimi, po transformimi është pothuajse si në botë. Pjesa e dyshemës deri në nivelin 0, mandej ka fillu pjesë do është vendos ngjeshja e zhavorit është bo, pllaka nivelizuese, tash është bitoliti, hidroizolimi, më pas vjen pllaka tjetër dhe vendosen konstruksioni për më vendos konstruksioni për vendosjen e shkallarëve. Ka që para 12 vjetë njëherë pak një para me kapi, dikun viteve 70-80 është përnu pak ma shumë, kjo pjesë që po shojnë të atërë. Praktikisht i bjam pasionia më e madhe këti shteti, se është në mërshojnë madhe eksponatave, aty nuk ka pas as atër kër janë bo që të ndërhyret e vogla, duke se në depës është përnu. Kërgjëvic ka që në gjendja shumë e randë degradume, që edhe i ka rezikuma një eksponatet që në rujt atje. Që tash është mirë me pa disa pjesë për punën që është bërë, pastrimin, transformimin, tash jemi në fazën e fundit, më duket instalimit të aty në vitrinave ku vendosim prapë eksponatet këthejnë mbrapa. Shtëpia e Hynilerve është një pjesë shtëpiave para dykacit në Prishtinë. Është shtëpi e madhe për shëshim. Dhe sport, i bajini, dhe sporti në restauratorë. Kjo është fati për nesë. Këto një ndër shtëpit të cilat i kena restauru me metodat ma të vjetra, pa përdor materiale të reja. Pse janë të shtremta, janë për shkak të strukturës ekzistuese që ka qenë ma përpara. Dhe këto janë ndërhyje pothuajse në përshëndim me sipër. Dhe i kemi tu i përmbledh punët. Se kullat e tona pa prezentën e familjes, pa jetën e tyre, sepse pronat i kanë bajt gjalla dhe ata ma mirë se gjithë di me u kujdes për to. Kështu që kjo është një politik e Ministrisë Kulturës që shpejt edhe kullat me atë me pronarit, sepse ata e kanë atë ndjeshmërinë edhe me ndërtesën, po edhe me pronën e tyre. Kështu. Shtëpia ka pësu një ullje, po një ullje jo geometrike, e ka një ullje ndryshe prej ulljeve të tjera, edhe këtu dashtë me shtu tri traje për me pru në nivel. Për që ta kemi këtë ndjesim. Shtëpia ka pas një dëmtim në kulm edhe e ka dëmtu në një pjesë sistemi vëstator, konstruksione vëstator. Për ndryshë është një pjesë shumë bukur, analisi kuadritare. Po mas polën se juaj për shtatë. Ja, po i prezori për i galerijës. E di që do të hapët për druge të pati që të bore që pat instalacionin, do të kroposë, do të pat druge, si do të shërbim funksionin. Po, arritët hapësina e rujtjes së veprave edhe laboratoreve punëtërive ku restaurohen dhe. Që nga dhe Alisa. Ishte Valona është ekzita parë institucionale që rënë në Kosovë dhe po dina të e vërgjumëve me ekspozu galeri kombëtare. Është një përmbledhje në pak të viteve të fundit që eksploron nocionin e shtëpisë ose hapësirë emocionale, psikologjike, se sa hapësirë fizike. Këtu mundire me pa një model
thuaj se realistikisht shtëpisë tame të fëmijës kur e kom di që kom realizu, mirë po punë për rreth ma shumë ja jepin kontekst se çka do të thonë shtëpia si emocion. Në pas pesh ma shumë dhe që me një familje të fa. Përvesa është rregullu komplet. Edhe faza e tretë është depot, që zbresim poshtë. Aneksi. Kryesisht vendrujtja e dokumentacionit. Domethënë, njëti problem në muzeun kombëtar, në galerinë kombëtare dhe në Agjencinë e Arkivave Organik, ku ruhet materiali, ku ruhen eksponatet, ku ruhen veprat, kanë qenë aftësina që kanë rreziku materialin, eksponatin e të tjera, që ato janë ndërhyrjet më të rëndësishme, po edhe kushtet e punës që janë të përmirësuar.